thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, në surën Ali Imran, fa bima rahmatin min Allahi linta lahum. O ti Muhammed alayhi salatu wassalam, me rahmetin e Zotit je bë i but. Me rahmetin e Zotit je bë i but. Transmeton Imam Muslimi nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, e kanë pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam, ja Rasulullah, a mundesh me na tregue se ata banorët e xhenetit çfarë zemra kanë? Por një njeri që hin xhenet, çfarë zemre ka? Çfarë zemre ka pas në dunja? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, zemrat e tyre janë si zemrat e zogjve. Zemrat e banorëve të xhenetit janë si zemrat e zogjve. Zoti na bëf fytyrë ya rabbal alamin. Çka do të thonë me pas zemrën si zemra e zogit? Thot Imam Nevawiu kur e komenton këtë hadith, ka thonë alayhi salatu wassalam, zemra e xhenetliut është si zemra e zogit, nga se zemra e zogit është zemra më e pafajshme. Zemra më e pafajshme. Andaj është simbol njerëzit kur e përshkruajnë bardhësinë, butësinë, që s'ban dam dhe nuk ban sharr, thonë si zemër zogi, si plumb, si zog e kështu me radhë. Andaj pse e ka përshkruajtur si zog? Nga se rahmetin e ka të madh. Nuk të pengon zogi. Ulet te dega e drunit pemës tane, po nuk ta dëmton drunin, nuk ta dëmton gjethin, nuk ta dëmton pemën, nuk ti dëmton fryta, është zog i lehtë.